Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ju mund t'jeni duke menduar pse ka dalë kjo natën, se duke që kësi natë ndoshta. Janë gjithë dritarët fik, disa veta mund t'jenë zgjuar thjesht ora 7:40 e mëngjesit. Dhe ne po ikim në kurs. O zot, mendoj se mund t'jetë dita para fundit sot, nesër dita e fundit për këtë vit dhe do marrim pushimet, sot ta verifikoj me zyshën. Këtej normalisht që kam filluar zbukurimet e vitit 3. Edhe tha ftofti, to zoti madh, me zy po pres marrim këto pushime që mos çojmë më në pikën e mëngjesit, nga do ikim. Ande. Okej. Ne kemi 15 minuta pushim, po presim këtu, zotria marr një kafe, po unë nuk i pi kafet, kështu që ti ke. Ha një waffle. Këto janë preferuarat e mia. Këto waferat. Janë super. Thank you very much. Oh, fini. Pa I kishe marrë ti këto që më gjese? Me vete së pashëm. Desha me ta bo surprizë. Roft. Duket se po vinë ca njerëz tani do di se kam tur. Po dhoma që ham buk. Po ham me çokoladë. Po ham buk të për çere kore. Kemi marrë kafe. Kafe shpifur. Çys. Ruan për sot, sepse kemi kursin goxha intensiv, domethënë 3 orë. Shumë I lodhshëm. 3 orë në ditë, madje kishim aplikuar ai 4 orë, po e kishte ndryshuar, nuk e hapën si grup dhe po futëm te ky me 3 orë. Zot sa u lodhëm. Ha çam mësove sot? Nein. Çam mësove sot? Meine, deine. Çam mësum tjetër? Eine. Dhe tani po ikim me vrap në shtëpi sepse më erdhi mail nga Amazon që po vjen pako më në fund. Do të kishte ardhur që para 2 ditësh dhe ne itëm gjithë ditën në shtëpi, domethënë pas kursit, duke e pritur dhe nuk erdhi. Edhe sot erdhi email që sot ka dalë out for delivery, inshallah. S'ka kalu akoma nga shtëpia dhe mos në ketë gjetë. Se kam shumë natë kështu, pastaj kur nuk na gjen dhe duhet presim akoma. Ose duhet ikim ta marrim në event tjetër. Edhe kishëm porosit atë një tip si pajisje që vendoset sipër lavatriçes. Po jo që thu. Që vendoset sipër lavatriçes. Edhe pastaj sipër asaj vendosësh tharsen. Edhe domethënë që të jetë okay, mos të tundet ajo që të bjerë tharsja ose ku diun. Domethënë si tip përshtatës që ti hypësh të dyja mbi njëra tjetrën, se një është më e madhe, një më e vogël. Unë kisha punë me ikë të farmacia, po nga që du t'i kish shpejt në shtëpi para se të vi posta, nëse do ketë ardhur akoma. Edhe ndrum plan, po ikin vrap në shtëpi. Mbasi mbaroj në orën 1 video call-in që kam me të punës, pastaj do dal t'i ikë te farmacia. Mbaroj punën atje dhe pastaj kisme do bëjmë atë tiramisun, po që do fusim dhe turshin se ku erdhën gocat mësohen krip xez nga Shqipëria, edhe më në fund do vendos një turshi lakre. O mret, ku kalon shumë mes rrugës më zot. Tani zysha nga që e kam marrë vesh që unë di italisht, edhe me sa duket se ajo është nga Ukraina. Edhe ndonjë fjalë kështu na I thot në anglisht për të kuptuar ne, se zakonisht gjërat fjalët e reja në gjermanisht I shpjegon me shembull, për shembull, ku diun, fjalën rresht edhe rresht shpjegon kështu prapë me fjalën gjermanisht. Po ndonjëherë na I thot tamam për kthimin në anglisht, po shumë herë dhe vetë nuk e din. Po tani që e din që unë di italisht, ri gjithkohës për çdo gjë më bën mu krahasime, se tha që është gjuha ime e preferuar italishtja. Edhe domethënë I gjem pretekst vetes, justifikim që ta përdori si gjuhë nga hiçi edhe e thot fjalën italisht, domethënë që gjas me më u kuptu se çfarë po thot. Po që një ditë madje e shkruajti edhe një fjalë në italisht në tabel, edhe një gocë po e merrte shënim, mbaroi e mori shënimin dhe prapë s'po filloi se çfarë lidhje kishte, se e nxori nga hiçi. E tha si përfundimi, tha, çfarë do me thënë kjo fjale? E tha, zysha, tha, jo, tha, kjo nuk ju duhet, kjo është në italisht, ajo. Okej. Shahat më dalja ajo tiramisura e mirë, tavën e blen vjetet e Kamaksi, se da një tavë vogël, se sa për 2 veta, se kur do të bësh ndonjë gjë, në një tavë, do me thënë, ato a shumë darë sa kemi ne nuk mbushat kur, edhe do detyrojmë të fush super shumë gjëra, like për 5-6 veta që të mbushat tavë dhe ta gatuj. Dhe më në fund morëm të tavën e vogël, se kisha pa një recet me feta patate e mbushta ajo, edhe pastaj me bashamel, me djathë dhe jam fiksu ta bëj.
Po me këtë rast pastaj u fillova, thash kjo do ishte perfekte për të bërë tiramisu, edhe aty do bëj një tiramisu. Kontrollojmë një herë na kanë sjellë letër këtu, se pos na vatën gjetë në shtëpi, do kenë lënë këtu në letër. Jo, kjo s'ka nërë akoma, kështu që. Super, sa kam vrapu lodha këtë. Unë po bëj këtu pak përgatitje para video callit të punës. Janë 2 gjëra që kam për të bërë shpejt. Edhe kemi dhe 3 ditë kursa, do më thë nuk është nesër dita fundit për këtë vit, po 3 ditë. Artë në vaja. Se ne mendojmë se dhe ishte sot dita fundit, por që nuk ishte. Qa po bën ti? Nuk po gatuj rosa. Qa po gatun? Rosak. Rosaka, nga e ditë që është mashkull. Se ta dhon të filete. Ja, full t'i kot t'a di një pëtallit. Për qa po gatun me? Jufka. Me jufka. Edhe me gjalpë? Me gjallë bio. Po ajo rosa, Po ajo rosa e di si del, nuk e di del si e thekur, kështu dela i mishi shumë i mirë. Si mish vici ka i shiet, nuk ka shumë shiet si mish pule për shembull. Po, krokan nga jashtë e bën nga brenda, super. Kur ta marrësh dhe shohim si del është bo. Se gatuhet ke dur të profesionistit, në profesionalizëm. Tani do provojmë specialitetin. Tukuruk. Nga durët e? Mendon se i ke bërë të mira. Nga durët e mretit nga kushti. Unë mendoj se ti do i kesh bërë të mira, por gjithsesi ta provojmë se këtë herë ndoshta si ke bërë të mira dhe pse herë tjerë ke bërë të mira. Anyways. Kam edhe fix gjys ore kohë. Para video callit që unë t'i haj këto para se pastaj nuk mund t'i haj të ftofta. Unë shkreti, pa një luftova që të Unë shkreti. Kush është imja? Kjo është imja? Kjo rosa nuk e dia se do më pëlqente, por këtu kemi marrë gjitha të herë. Te de e kamera? Te Lidli? Vërtet? Edhe është i copë shumë e madhe, po e disa mirë si shie mish vici më duket mua pret. Se po e derdhë unë kësho, my friend. Wait, I'm gonna do marrë një copë. Op. Shien e ka vërtet si mish vici më duket mu. Do më thonë më shumë gjanë me mish në vicit sa me mish në pulës. A super. Ma fiku dritën. Shofim lalë, nuk kemi qara shqyrzot. To i ufka ti mërë të e deka për janë. Kanë atë A me e shile. Në fakt një herë kemi marrë të e dyqani madhë, si që ajo Globus. Okej. Mirë, atëherë për grazie. Kam bërë një gjumë, në bazë video callit, nuk e di as vetë. Nuk kam dirë fare as një gjë, as derën, as postën, do me thënë. Mirë që kishtë ardhë posta para se të kishtë e ikë në punë, dhe ka hap derën e ka marrë se unë se kam dirë fare. Edhe në farmaci si i ka varja, kam komuntikit e tani, po që është bënat. S'pas kam nerve fare, kjo kishte arrit. Shofim kur ta montojmë si do jetë. Po, inshallah e bëm punën e vetë. Tani dhe robat që në kanë tharse, po ajo tharsja ka një proces që... Do të thënë, nëse mbaron procesin e vetë për shembull 2 orësh, dhe ti nuk e nxjerr, çdo 10 minuta rrotullohet prap që mos të rrudhosen ato prap diçka tjetër. Edhe tani do heq edhe tharsen edhe ti palos të çoj në vende, po si kam flejt, ua, nuk e di as vetë. Si më ka zënë gjumi ashtu dhe më e forte është se mas video callit hapa këtë serialin The Empress, se po e shoh se është edhe gjermanisht. Edhe më ka zënë gjumi tu pa atë, do më thënë, as nuk mbaj me më fare ku e kisha lënë. Tani kam nisur me tushin, që do e bëtë parën, sepse nga që duhet zi njerë kjo është lira, dhe duhet të letë ftofet, pastaj t'ja hedhe kështu, prandaj do të nisë fillim me këto, pastaj me t'ja mësum, po ndërko do ha një monte. Se si pas gjumit, e di që jam kështu. Hajt në gjo. Kam vënd 2 tenxhere me zi me ujë. Te njëra do fusim gjithë lakrën. Këtë do bëjmë. 1. Do heq këto fletat e jashtme, se nga që i kisha ble që kurë dhe ka qenë të nejtë aty, dhe më gjanë dhe sikur janë nëzi. Edhe te njëra, me së më tha gjyqa, unë do e presë 4 pjesë, po te pjesa lartë
nuk do e pus fare, do më thënë që tri kështu si ndame, si x mes, po mund ta mbaj lart. Edhe te uji që është super duke vlu, do ta fus kështu i herë dhe do ta nxjerr, kaq. Pastaj do ta lej të ftohet. Ndërkohë shillirës do t'i hedh një grush me krip zezë edhe një spec të kuq. Po, djegës do me thënë. Edhe pastaj mbasi të ftofet, thjesht do i fus kavanos. Edhe dushin që pastaj do ja heq pjesën lart dhe do e ndaj vërtet në 4 copa, inshallah nxe kavanosi. Edhe shpresoj dalë gjë. Ndërkohë tiramisun do ta bëjmë me recetë nga ChatGPT-ja, të shohim ça do shpikim. Kjo është tava që morëm nga Tekamax, që bëri 13 euro. Po duket super. Edhe për specat mbushur, për shembull për 2 veta mjafton, edhe është goxha e thellë. Do me thënë, fakti që është më thënë pëlqeu, se ishin ca të vogla, do me thënë kështu masije që doja unë, po ishin kaq të cekta, që të bësh ato, fal. As cheesecake nuk mund bësh, më tamam gatim. A mund ta bëj në i sarë mund këtë lakën që më të përse kjo? Nuk. Po, sarë, me bon për qef. Bene. A ka gjë që e kam vlu, a prishet kjo? Kam Jo, Benona. tja të shion kur ti kish nuk ke merë. Coca-Cola, mushje. E bo në gjysë, më të moj vetëm gjysë më ka të pru. Gjysme bëje sarë. Po pra. Dhe të pa kërkesën? Das ist meine Humor. Më shkëpjes dyshëm, vazhdo. Das ist eine, keine. Schreiben Sie wie im Beispiel. Beispiel, po. Unë pa bëjmë da si herë ti lene Ai që në moment, ti bite. bone me disë edhe pa patë ti gabim, a kupton? Sigur nuk i ke kopju nga unë, a? Po, që duke më si kështu të barabarta. Thash si ke boti do t'i kupjoj aty Atë- tani ti. Daj, jo, në ka stile si bona që mos mi kopjoje. Mjaf kopjove. Natën e mirë. Se tani po bëmi gati për konkursi. Kjo është ajo vazhdimi i videos. Kjo Nuk e është bëm dot gjithë dita në numër vazhdaj bukur. Dita numër 2 dhe dita e fundit e kursit për këtë javë. Fatkeqësisht për këtë javë. Dhe ikim nga javës tjetër. Të shohim sa errësirë është sot. Nes drita, por më duket se kemi dalë në natën. Këto është i madh. I ke çantën më të madhe se unë. Më shkafë se ti. Si thire? Ai baby më shkafë se ti. Këtu gjithë bebat hecin me bicikletë, janë kaq të vegjël edhe hecin me bicikletë, wow, me habit. Edhe me bicikletë me 2 rrota, jo me 4, me 2. Me Farhad, ë? Si ishte di Farhad apo der? Farhat. Di apo der apo das? Po normal që di është për. Duket se ishte das. Der Farhat. E kënaqëm fare, mo. Das Farhat. Në këtu Të kemi jemi prapë në pushim. Se të Sot bëjmë na atë bëri kamë, zysha për herë të parë në diktim. Por që unë isha me shkallë, si Po, si po. bonë gjitha. Dhe mbasi na bëri diktim, na dha fletat e njëri tjetrit që të korrigjonin. Ta ju do jeni sot në rolin e mësuesit. Xhamren. Ju do jeni sot në rolin e mësuesit ta dhe po korrigjonin fletat e njëri tjetrit. Edhe pastaj na i mblodhi prapë që ti kontrolloj prapë dhe zysha. Edhe ja, sa kuptova i kisha bërë të gjitha saktë. Sepse kur pash një gotë që është shumë nxënëse mirë të drejtën, edhe unë po korrigjoj fletën e asaj, domethënë i kishte gjithë si unë, vetëm një fjalë shpyl mashinë. E kishte me 2 l. Edhe thash unë varja, unë e pas kam bërë gabim timen, edhe asaj ja bona ja korrigjova gjasme sikur i kishte sakt. Pastaj, masi mblodhi prapë zysha,
Sta doja kthej të hënën, po na pyti kush fjalë ju duke vështirë, kështu po thonin ca fjalë ato. Edhe për shkunta janë tabelë, dhe thash ta pyesje më këtë rast. Gja që e kam bo gabim për i thoja, se një rob që kontrolloj fletën time i tha që i kam gjitha sak dhe unë me menja, kam boj gabim moqun. Pasaj kur tha zysha jo, tha është me një laun. Ah, okej, e kam sak ta. Tani, është një gështje, me vërtet nuk e dim se qa ka. Po, ka kështu si zbukurime, si mini shtëpia Christmas Market. Nuk e dja lejot më futjer, po sot ishte, kur edhe në mëgjes për në kush që ishte pika mëgjesit, ora 7:45, ishte plot me nxënës të vegjël, ka dhe ekskursion sot këtu, a ku diun. Plot ishin mush trotuar, sa ajo s'ishte hap akoma, dhe po rinin gjithë aty jashtë. Nuk e di qa është. Si park, është si park, apo jo? Po. Që ka këtu? Me gjubelinë. Sa cute. Akoma këtu që e kanë këtora. Po teke. Sa erdhëm në shtëpi, para se të bëj për të ngrënë, se vdiqëm për bukë, do të tregoj që morëm, se ndalum shpejt e Edeka pas farmacisë, edhe morëm ca gjëra. Morëm këtë pa plan, një pako me peta dyrimi. Edhe tani do bëjmë dyrim. Nëse do dalë super. Dhe me qënë se morëm ato se ikëm për bukë, morëm një 7 cm bukë. Po me që morëm dyrimin dhe vendosëm të bëjmë dyrim tani, morëm një pako me gjoks pule. Një tuf me banane, këto vaferet e mi të preferuar, që tregova dhe dje. Edhe një pako me kikirika. Hajmë shumë kikirika dhe lajthia, do më thënë nga pëlqenjë shumë, vlejmë pako plot, mbajmë aty dhe gjithë ditën ri hanë ato, seriozisht edhe janë shumë qishme. Edhe janë dhe healthy. Njën do vazhdoj direkt me përgatitjen e dyrimeve, se vdiqëm për bukë. Edhe pastaj më në fund t'i hedhim kakaon tiramisus që bëm dje, se kam lënë gjithë natën frigorifer, pse mos e ka fillu. Jo, okej, është aty. Edhe më në fund t'a provojmë të tiramisun. Dyrimin se haru me marrë salat normale, por mendova që teknikisht bëhet me lakër të bardhë që në atë prej dje se kavanosi nuk ma zuri gjithë për të ushie dhe kam lënë ca. Edhe do t'a grim holl që t'ja vendosim të dyrimi. Domate, salatën, salcë me ketchup edhe majonez dhe bëj se s'kemi salçkosin. Edhe pulën që dhe s'kush me erza, kaq besoj. Kaq. Të bof mirë, kësho është t'ju më shënduar. Bof mirë. O, pse i hodhe e gjallë të fakt. A but klapeta. Ja, vlen. Sa shihet mirë pula. Më qa marinove? Vallir, këtë piper, s'ke si kush. Ke dorë për kushin të dare. Kam dorë, në si ba. Më shënduar. Eres para mí.